Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hedhur dritë mbi procedurën e ndjekur nga Autoriteti Postar për shpërndarjen e zarfeve me fletët e votimit në funksion të zgjedhjeve të 11 majit tek shqiptarët e diasporës e në mënyrë të veçantë tek ata që jetojnë në Greqi. Në përgjigjen kthyer shoqatës Diaspora për Shqipërinë e Lirë, komisioni shpreh se referuar përcaktimeve ligjore nuk ka dhënë leje që operatori postar DHL të shpërndajë zarfet përmes kompanive nënkontraktore. Në asnjë rast kontraktorët nuk mund të transferojnë kontratën palëve të treta. Autoriteti antikontraktor lejon në veçanti nënkontraktimin për të nxitur pjesëmarrjen e operatorëve të vegjël e të mesëm ekonomik. Në dokumentet e tenderit duhet të përcaktohet qartë nëse lejohet ose jo nënkontraktimi, si dhe nëse autoriteti antikontraktor do t'i bëjë pagesat të drejtpërdrejta nënkontraktorit, për sa më sipër referuar termave të kontratës dhe termave të procedurës së prokurimit. Alternativa e nënkontraktimit është vendosur jo nga ana e autoritetit kontraktor, KQZ, pra nuk është lejuar nënkontraktimi. Ndërkaq Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpreh se operatori postar DHL siguron se dërgesat janë kryer në përputhje me procedurat standarde, të cilat përfshin firmosjen e personit marrës të zarfit në momentin e dorëzimit. DHL International Albania SHPK konfirmon se ka zbatuar protokollin e dorëzimit për shpërndarjen dhe mbledhjen e zarfave, veçanërisht në shtete me përqindje të lartë të votuesve, si rasti i Greqisë, pohon se disponon provën e dorëzimit për dërgesat e dorëzuara, të cilat mund të nxirren nga sistemi i tyre. Institucioni përgjegjës për administrimin e procesit zgjedhor në Shqipëri shpreh se procesi aktualisht ndodhet në fazën e verifikimit të nënshkrimeve të personit apo personave marrës në dorëzim. Deri në këtë moment nuk është evidentuar apo denoncuar ndonjë rast konkret në KQZ që ngre dyshime për të kalim të numrit të lejuar të zarfeve në raport me anëtarët e familjes votues. Çdo informacion i tillë, nëse paraqitet, do të trajtohet përmes procedurave të parashikuara për verifikim dhe hetim të pavarur.